sfida që ndërlidhet me aftësitë e të rinjve dhe kërkesat e tregut të punës. Mungesa e informimit dhe orientimi karrierë në zonat rurale, po ashtu mbetet një sfidë të cilën ne duhet të adresojmë. Migrimi është një nga çështjet apo problemet të cilat viteve të fundit e kemi hasur, ku nga migrimi kemi edhe mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Problem tjetër të cilët kemi hasur gjatë implementimit të skemës së garancisë për të rinjtë është edhe përditësimi i legjislacionit. Do duhet të përditësojmë legjislacionin në mënyrë që të kemi shërbime publike të punësimit më të mira dhe më cilësore. Qëllimin e të cilën e kam t'ju ofrojmë të rinjve një nga ofertat, qoftë punësim, edukim apo trajnim më cilësor. Skema e garancisë për të rinjve ka ndihmuar jashtëzakonisht koordinimin më të mirë të politikave të arsimit, edukimit dhe punësimit, një bashkërendim i aktiviteteve dhe politikave të institucioneve qeveritare, po dhe atyre lokale. Përveç kësaj, bashkëpunimi me sektorin privat ka qenë e domosdoshme, sepse pa sektorin privat sigurisht që nuk do të mund të jetësohet skema e garancisë për të rinjve. Ofrimi i vendeve të punës cilësore bëhet bashkë me biznesin. Fillimisht është rishiku legjislacioni që ka të bëjë me rinin dhe shërbimet që ofrohen për këtë rinjt. Gjithashtu legjislacioni që ndërlidhet me fushën e punësimit është rishikuar dhe është draftuar dhe mund të themi që është plotësisht me kërkesat e skemës së garancisë për të rinjtë. Organizata ndërkombëtare e punës ka qenë prezente që nga fillimi i hartimit të planit të implementimit të skemës së garancisë për të rinjtë. Gjithashtu, gjatë gjithë procesit të implementimit të kësaj skeme dhe akoma po vazhdojmë me organizatën ndërkombëtare të punës. Fillimisht ne kemi identifikuar legjislacionin se cili duhet të përmirësohet. Gjithashtu, organizata ndërkombëtare e punës ka bërë ndryshime evidente në shërbimet publike të punësimit. Kemi filluar procesin e përmirësimit të sistemit informativ, duke i përshtatur kërkesave të skemës së garancisë rinore, për të cilat monitorimi direkt dhe indirekt i indikatorëve të EMCO sipas kërkesave të skemës së garancisë rinore është bërë. Trajnimet për stafin të Agjencisë së Punësimit të Republikës Kosovës, gjithashtu për të ardhmen çka planifikojmë të bashkëpunojmë me këtë organizat, do të jetë përmirësimi apo hartimi i programeve inovative të punësimit për vajzat apo gratë e reja, të cilat kanë vështirësi të hyjnë apo të qëndrojnë në tregun e punës.